Mirëmbrëma miq, mirë se vini në Studio Sport, mirë se vini në televizionin kombëtar Vision Plus. Diela na gjen bashkë gjithnjë duke folur për futboll. Serie A italiane, kategoria superiore dhe Champions League do të jenë temat e diskutimit. Do të kemi absolutisht gola të bukur, raste diskutuar, probleme me arbitrimin si në vend, ashtu edhe në Itali. Të gjitha për të diskutuar, lidhje direkte. Do të kemi pastaj me protagonist të kësaj jave 25 superiores. Unë do të prezantoj më një herë të ftuar Lëviz Dalipi, mirëmbrëma. Mirë se vjen, Alpin Gallo, mirëmbrëma. Mirë se vjen. Artan Mërgjushi, trajner, mirëmbrëma, mirë se vjen sërish në Studio Sport. Arnold Kovaci, koleg gazetar, komentator në Tring, mirëmbrëma, mirë se vjen, knajsi. Mirë, në këto momente do doja që Lëviz të merrja nga një batutë të parë për atë se çfarë ka ndodhur në Serie A italiane, një koment për Interin. Arratisje, totale. Arratisja. Kur të tjerët kalojnë kriza, ata vazhdojnë dominojnë kampionatin italian me lojën e tyre me shumë bindje dhe shumë qartë. Kjo diferenca e madhe për 10 pikësh, le themi i jep atyre shumë mundësi që të bëjnë dhe një gabim rrugës, pastaj duke qenë se kanë dhe Champions. Çfarë po ndodh me Juventusin? Zonja vjetër po bëhet zonja re. Edhe unë që ti ishte e vjetër, do t'ja kisha marrë dorën kampionatit, do t'ja kisha marrë Championsit, do t'ja kisha marrë shumë gjërave. Po besoj se as vetë ata nuk e dinë se çfarë po bëjnë, po kanë marrë një dishez, një rënje e lirë që nuk e kuptojmë ku po shkon. Mërgjushi, pas ndaljes në mesjavë, Milani u mund edhe sot me Parmon, po kë Milani si e ka punën deri në fund? Milani duhet luaj keq që të fitoj. Sot bëri diçka loj të mirë, sidomos në pjesën e dytë, po një Parm që u mbrojt shumë poshtë dhe shfrytëzoi vetëm një goditje standarde që fitoi ndeshjen, por Milani sot mund meritonte diçka më shumë, besoj. Okej. Arnold, sfidë e bukur ishte ajo së Atalantës edhe Napolit. Napoli nuk ja doli, u mund edhe pse me problematikë sa i takon gjykimit, apo jo, për atë golin e Napoli këtë sezon e ka përmbushur plot me problematika. Problematika të lindura me menaxhimin e brendshëm, ka shumë zëra që diskutojnë marrëdhënien pavarësisht se nuk transmetohet trajner dhe midis trajnerit dhe drejtuesve. Por natyrisht edhe dëmtimet mund të jenë fjala kryesore, pasi Napoli sot, nëse shohim listën e dëmtuarve, mund të kuptojmë që të gjithë lojtarët e dëmtuar mund të ishin pjesë e formacionit dhe mund të ishin një tjetër histori nëse ata do ishin. Ku është Conte ka problematika me drejtuesit, domethënë. Conte ka problematika. Okej, mirë. Kriza e Juves dhe Napoli gjithashtu, Inter i pandalshëm, ndjekim kronikën e Ervin Sinës. Alpin, sa po ndoshën fakt dhe këtë material të dajuar të kolegu Cina, Milani tani është me 10 pikë diferencë nga Inter, 64-54. Duket sikur në një farë mënyre i ka larë duart me titullin? Sigurisht 10 pikë nuk janë pak, por edhe shumë nuk mund të themi sepse Milani thamë edhe më përpara. Avantazhi Milanit ishte që nuk e shfrytëzoi është mos marrja pjesë në Champions dhe unë mendoja se do ishte diçka një Milan tjetër, më agresiv, një Milan që do ta konkuronte Interin, po e shoh që pavarësisht ndryshimeve, pavarësisht edhe lojtarëve që ka marrë sezon, plus nuk kemi kohë për t'i dhënë më Allegri të presim, sepse po e njëjta situatë është si sezonin e kaluar, që mos marrë pjesë në Champions e penalizon, por thash do të ishte shumë herë më komode, në anën përgatitje fizike, në ritmin, në të gjitha të sa Interi, por e shoh që ka shumë problematika, sidomos rreshtimi me 3 dhe me 5 dhe 2 në fazën e sulmit, mbase jep shumë më problematik për të qenë shumë herë më lirshëm ose për të ruajtur ato ekuilibrat. Vërtet sot u bë një sfidë më interesante dhe vërtet pritet diçka më shumë, por prapë humbja nuk e justifikon, duhet të ishte zgjidhur me Pulisic dhe Rafaelon në sulm, do ta ishin zgjidhur shumë herë më shpejt, domethënë për të mos arritur në këto momente, sepse futbolli është nganjëherë është edhe shumë i padrejtë për atë që ti jep në lojë. Edhe vetë Milani besoj nuk e ka menuar ndonjëherë që do të ishte në këto situata për të luftën për titull në këtë sezon. Një skuadër e re, bërë rishtas, me një trajner që nuk shquhet për një lojë të bukur, por është pragmatist, ka kristalizuar një lojë të tillë me atë sistem 3-5-2 që
po merë pikë, po nuk po bën lojë, nuk është i këndshëm për t'u parë, si që ka qenë Milani gjithmonë që duhem të shofim, me një Leao që nuk ka formën e ti optimale, që është lojtari do t'ishte plus i Milanit, por ndoshta dhe pozicioni ti në fushë nuk është më i mirë i mundshëm që për të shfrytzuar maksimalisht atësitë që ka ai, pra një sulmues nënç ose një 10 shfallës, domethënë kur Leao jemi mësuar ta shohim gjithmonë në krah, problematikën me treshën e qendrës së mbrojtjes, po ashtu me dy lojtarët ekstreme Salemakers dhe Bartesakin ose Stubinjan. I lotë shumë, Allegri këta dy që po thuti i lotë shumë, domethënë në njëjtën gjë ka bërë dhe te Juventusi, ë? Po, domethënë këtë mënyrë loje ka. Në moment që ti e bën këtë lloj loje, do të kesh edhe treshën të mesin e fushës që të plotësoj këto të dy linjat anësore, sepse nuk janë vetëm këta që mund të shkojnë e të vinë, sepse duhet një konsumim shumë i madh i energjisë. Po ka një konsumim të madh, plus që nuk ka dhe alternativa të mira për ato dy lojtarë në krah. Pra, një skuadër që do të luajë për kampion duhet të ketë dhe stolin e plot ose alternativa të mira për të zëvendësuar lojtarë. Pra, të ndjej Milani mungesë Salemakerit është diçka e rëndë për Milanin, si thonë. Levis, qëndron fakti ose normalisht ne nëse flasim për skuadrat e mira, themi që edhe ekipi i dytë, pra ekipi alternativë ose ai që vjen nga stoli, është një skuadër që të mund. Kjo ndodh në rastin e Interit për shembull, por të gjitha ekipet që pretendojnë duhet ta kenë pjesë në stolit. Shiko, unë nuk jam kundër e të dy, edhe Alpinit dhe Mëngjysht, por problemi është që Milani nuk është projektuar për të dalë kampion. Pra, trajneri ka marrë, unë kam thënë në studion tuaj që ka marrë një pozicion qëndrimi për ta çuar Milanin drejt sukseseve, por jo për kampion. Nëse rrugës do të dalë dhe kampion, është një arritje e madhe për një skuadër ndërtuar nga vetë ai. Jam dakord që sistemi lojë. Ato duhet të jenë katçe, duhet të jenë suksesi o kupo kampion ose Champions. Jo, suksesi është pjesëmarrja në Champions. Nuk ka tjetër. Jo, objektivi thot, objektivi ndoshta është pjesa e Champions. Ai është brenda objektivit. Pra, mos harro, kjo është humbja e parë mas 7 javësh. Pra, ka qenë një skuadër, le të themi, me një kurbë. Ka 20 standeshe pa ume, me gjithë barazimet ka gata. Me barazimet, po mos shumë t'i ka bërë barazimet. Dhe shumë të mirë rezultative. Tani, ka dhe ndeshën në pjesën e dytë, sot e dominoj. Se lojë të mirë mund të thuash Interit. Me këtë lloj skeme që po luan. Një sekondë. Është po njëjta skemë. Shumë funksional. Domethënë, përveç fazës e ekuilibrave që kemi në Inter, jo do ta presim sepse Milani nuk kontekstin e Milani nuk targeton. Në moment që nuk të argëton, sepse Interi mundet edhe të gaboj dhe mund të rifet, por mënyra se si luan, mënyra se si shfaqet para portës, mënyra se si futbolli argëtues apo futbolli që fiton ndryshojnë këtu. Ti jep gjithmonë mundësi ti që ti jesh më afër fitores se sa. Sepse ti ke qenë një mbrojtës me tipare ndërtuese shumë të mira. Nuk ke qenë mbrojtës që i bie topi kohë dhe ke drejt. E do dhe Milin të tillë. Por trajneri ka dy rrugë, s'ka rrugë mesme. O ndërton një skuadër pragmatiste që të çojë drejt suksesit, dhe ai këtë po ndjek, ose të rrezikojë dhe nuk e di çfarë do dalë rrugës, sepse kapitani italian është që ti kur humbet pikët nuk e kap më dot trenin, tikën. Siç është në këtë rast konkret po ndodh. Sepse edhe Interi luan me të sistem loje, ne kemi thënë që është strapacues. Sigurisht është shumë strapacues. Por në kampionatin italian ka rezultuar shumë herë më ndërthurje shumë herë në kampionatin italian Interi ka diferencë me tjerat, ë? Ajo që ne themi që në Champions ai nuk reflekton dot. Interi ka 5 vjet që luan me një sistem loje. Trajneri edhe lojtarët i merr pa me sistem loje, po. Vazhdon të luajë me sistemin lojës që nuk e kanë dëshuar. Çfarë bën Aventurierin dhe ai? Ky ka marrë një pozicion shumë të rëndësishëm te Milani. Për mua e ka bërë shumë mirë te Milani ky trajner. Tani se sa do shkojë larg. Po doli kampion është një arritje madhështore, po nuk e le Interi sepse diferenca pikëve është shumë e lartë. Arnold, me këto rezultate që ka Milani deri tani, me këto paraqitje që ka bërë për mënyrën se si u ndërtua, është në rregull, le të themi duke marrë parasysh edhe objektivin, pra është brenda parashikimit ose pak më mirë? Pa diskutim. Se vendi i dytë, sidoqë që ti je duke përjashtuar Interin? Mjafton të shohim edhe të dhënat në futboll para fillimit të çdo sezoni dhe gjatë sfidave ka një etalon matës për të matur performancën. Edhe Milani sot është overperform më i madh i kampionatit italian të futbollit, nga ajo çfarë pritej të pozicionojë dhe pikët që pritej të kishte Milani në këtë fazë të kampionatit. Milani sot është duke performuar mbi pritshmëritë. Unë do të përmend diçka që përmend më pak para nga Klevisi, tha që Milani ka rezultate pozitive dhe janë plot 25 javë rezultate pozitive që Milani del me pikë në kampionat. Do thotë është mposhtur me Cremonezën në takimin e parë në shtëpi dhe sot mposhtet në javën e 26 për të dytën herë në kampionat ndaj Parmës në mënyrë surprizuese.
Parma i dha pak të njëjtin ilaç që Milani e shfrytëzon me kundërshtarët më të fortë, do të thotë që e latë luan të futbollin e saj dhe i bashkoi mendimit pak çastave më parë që luajti një futboll të bukur, por nuk arriti dot të realizonte. Por unë mendoj që Milani, nëse përfundon sot kampionatin dhe Milani gjendet me -10 nga vendi i dytë, nga vendi i parë, ndjes në vendin e dytë, unë mendoj që Milani do i quante vetë Milani sukses sot të përfundonte në këtë lloj mënyre kampionatit. Okej. Mirë, shohim pak edhe Moviolën, sepse Klevis vazhdon të ketë pretendime, më duket sa herë shoh serinë italiane, më duket ankesat si në Shqipëri. Nuk ka javë, nuk ka ndeshje që mos ankohet. Kush e ka infektuar në kampionat italian, ne apo italianët na kanë infektuar ne, se edhe ne po të njëjtën gjë kemi. Ja, bëhet fjalë për rastin këtu, po Klevis gjyqtari anullon golin, pastaj thret sistemin VAR dhe shkon në shef videomonitor. Vlerëson për një faull të mundshëm të Valerit kundër Menjon, por pretendon se ka dhe faull të autorit të golit mbi Bartezagin. Shiko, ne na duket sikur përsërisin veten. Para disa javësh unë kam thënë që lojtari që ulet bën faull dhe duhet akorduar faull. Tani që është faull dhe shënohet gol, ne të dalim kundra. Pra edhe ne vetë tani nuk jemi të pavendosur nga interpretimet e personave të cilët janë përkatës për vendimarrjen e VAR-it. Në Itali ka shumë probleme, aq më tepër që është një futboll shumë stacionar, pra që luhet me stacione dhe episodet e tilla janë domethënë përcaktuese në rezultate. Në Itali nuk ka futboll si në Angli që ti edhe në një moment të fundit të lojës mund të presësh një shans të fundit për gol. Në Itali janë shumë të kuptueshme lojrat. Në moment të caktuar që shënohet një gol përfundon loja, edhe sot unë mendoj që ka qenë të vendimtare kundër. Ky rast, po i referohem i këtij rasti, nuk është nga ato rastet është një rastet që duhet lënë vendimi i fushës. Pra, nëse arbitri ka marrë një vendim për të anulluar golin, aty se nuk është e pastër fare, një faull, një vendosje duarsh janë. Tani fillimisht edhe gol, dhe pastaj e anulloi. Jo, në fillimi ka dhënë faull. Edhe faull, pastaj po. Pra, për mendimin tim, to e nga ato raste që në Itali, në Angli është 100% gol i rregullt. Edhe në fushë dhe nuk edhe me VAR. Kurse në Itali janë bërë to gola anullohen zakonisht. Këto na kam mësuar vetë me ndeshjet paraardhëse. Kampionati italian i shef to gjërat e vogla, një vendosje duarsh aty ka, ulja është e mbrojtësit. Pra, derisa është marrë një vendim në fushë, unë besoj duhet i shëlon vendimi i fushës. Po, megjithatë edhe Leao ka dalë dhe ka akuzuar, sepse thotë edhe pak javë më parë na është anulluar një gol me Sassuolo. Leao ka shumë talent, po duhet të ushtrohet që të realizoj golat edhe të leja ankesat, sepse po të merren me ankesat, kush e di sa do ankohen trajnerët kundër Leaos për mënyrën se si luan, kështu që besoj se Leao duhet t'japi, sepse cilësitë edhe përgatitja ka një Pra, ky është ai rasti, që ne e kemi përmendur këtë rastin. Për rastin Leao ka drejt, sepse goli i Sassuolo me Milan me Sassuolo nuk kishte për t'u anulluar. Por ky gol nuk kishte për t'u anulluar sidoqoftë. Do të thotë Leao i ngre një argument që është i drejtë, që ka një jo koherencë midis gjyqtarëve në Itali, edhe kjo vjet re shumë shpesh. Po pra, do me thënë që vazhdon historia është standardeve, pra, është rast për pak javë që veprohet ndryshe. Janë shpesh. Po mundohet që të bëhet dajan që të jenë sinkron, do më thënë edhe në mendimet që duhen merren, do në paktën të bëhen të qarta disa veprime që ku mund të jetë penallti ose ku mund të jetë atje, sepse ndryshe e shohim në kampionate të ndryshme, do të thënë interpretimi dhe ndryshe. Vendimarrjesh. Pra, ai arbitri që sot drejton VAR-i në këtë ndeshje duhet të rikujtohet, thehet kohë më parë thotë që ne kemi dhënë faull dikur. Po, ideja pra ketë një lloj memorie historiku për çën vendimar. Interpretimin personal. Kjo prekja Loftus-Cheek se nuk e kemi pamjen, po ta shihni prekjen e Loftus-Cheek, kush nuk e mban mend, është një prekje fare lehtë. Është një prekje inekzistente, është një simbolik militarit. Dhe aty me protokollin e VAR-it, VAR-i nuk ndërhyn sepse ka një prekje. Dhe nuk ndërhyn VAR-i. Arbitri është lënë vendimi i fushës. VAR-i ndërhyn për të verifikuar nëse goli është i rregullt ose jo. Edhe është pjesë e aksionit dhe detyrimisht VAR-i është sheh. Është ndërhyrë për faull. Jo, ka qenë është realizuar nga Milani gol dhe është anulluar goli për shkak të faull. Faulli nuk ekziston. Ktu Leao ka drejt. Ai gol nuk duhej anulluar. Se nga lojtari në lojtar ai Atalantos tha me njërë mbas ndeshjes, por aq kohë sa mpreku tha faul ishte, dakord tha. Unë jam dakord që anulloi. Se ta shojmë më vonë. Po e kisha fjalën ndërmjet mbrojtësave dhe sulmuesave kanë në çdo moment. Pastaj interpretimi intensitetin e vendosjes dorës e vendos arbitri i fushës, jo VAR-i.
Kjo është protokolli varit. Ne menduam se me var do zgjidhim shumë probleme, po më duket se kemi hapur, po japim shumë problematika më shumë, bile arbitrat me shikimin e me vendimet e lira që kanë marrë më përpara kanë qenë shumë herë më të shpejtë dhe më të saktë. Alpin, ja ku ke një rast tjetër. Po pra, pikërisht, ja, se regjia më dimoj me njerë, me rastin me cilin unë përmënda, faulli si broj Lundit, për mbrojtja Landës, tani kjo ishte prekja. Kjo është prekja. Kishte shumë mënyra dërëm për ta parë, dhe unë nëse kjo do t'ishte pasaj prekje për ta anulluar golin. Ja, qa bën vari këtu për shumë? Po pra, vari që ka, shive dhe arbitrin, shive dhe ansorin si shko. Ka pas drejt, kontë që mos darë. Po së është faul. Nuk është hapë. Po pra, shloni vendimi fushës. Po pra, ka sinjalizuar ansori. Kështari ka marrë vendimin. Po pra, ka marrë vendimin, por sinjalizuar nga ansori. Se duhet kishe bollë sot, duhet i shilon vendimi fushës ke Milani. Vendimi fushës ke Milani. Arnold, të gjitha duelet për mua është gol sepse nuk është faul. Po pra, nuk është faul. Nuk është faul. Nuk është faul. E vetëm gjë që nuk duket nga pamja, dhe vetëm gjë që mund të dyshohet për një faul është një mbërthim i dorës. Janë kapur të dyert. Janë momente të lojës, po jo. Që mund të ketë te ky momenti kur rrezohet ka një tërheqje, por nuk duket nga pamja. Tani komentatori e shpjegonte me Brylin ndoshta në sjetullin e prekurën e lojtarit të tjetër. Sa prekje kanë lojë. Nuk e shpjegove ti, po do ta kesh shpjeguar edhe Tu ka drejt kontë që s'del në intervjist pas ndeshje. Këtu edhe momenti 11 metrëshit janë dy rase shumë diskutushme. Ajo që po themi dhe dhe që. Edhe 11 metrësh i pjesës parë, tani nuk ka një standart. Probleme, shiko tani, a i ka dheqës del. Tani, a është e i për të dhënë më konferencë shtypi pas ndeshje, me zyrtarët e klubit nuk shkonë mirë për shkak objektivash. Me lojtarët trysni, lojtarët të dëmtuar, nuk japin as penaltit, me çfarë morali do dalje i pas ndeshjes të shpjegojë? Edhe për të dhënë një tjetër, për të dhënë dhe më shumë drejt Kontës, është Napoli është skuadra që është penalizuar më shumë 11 metrash. Më shumë. Napoli ka në total 18 metrash akundër. Po i qellojnë ti Kontës. Nga të cilët 6 i ka shkuar. Ky është rasti tjetër. Ai që qanë më shumë. E vërtet. Tani ka absolutisht drejt. Po pikërisht më gjyshi. Ky rasti mbase ka të drejtë sepse nuk mund të jetë në limitet e penaltisë, sepse nuk ka domen. Unë fillimisht kur e pash në momentin e parë më duk rrezim i vetë sulmues. Kurse pastaj ka bllokim me këmbë, kështu që nuk jam i bindur që nuk ka. Shive duar çfarë bën me duar ti? Mëse nuk ka. Ka bllokim shikovshën se e mban 4. Kontakti është për mendimin tim. Kofsha e djathtë mbrojtësit nuk i godet këtu vetari që mos ta avancoj para. E ka marr pjesë e trupit përpara që ka. Shive kofsha e djathtë dhe interpretimi ishte që nuk ka faull. Tu shikohet në fillim, pasaj është inercia e trupit që ka marrë për para për të rëzuar. Rastet janë absolutisht rëndësishme, por më gjysh pak për ecurinë e Napolit dhe interpretimin e ndeshjeve që bën ekipi Kontes. Po, Napoli është një skuadër që ka potencial, ka lojtarë të mirë, ka pas shumë oscilacione edhe nga Championsi, edhe nga kampionati. Është një skuadër që ka trysni dhe presion të madh, ato problematikat që i shtroi edhe parafolsi, që do të themi që gjithë këto e vuan skuadra dhe nuk është e lirshme skuadra për të shprehur gjithë atë potencial që ka, sepse është një skuadër që Conte i bën skuadrat sipas karakteristikave të tij, ato skuadrat agresive, që të jenë pragmatizme, që të shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë te goli, nuk kanë një futboll shumë spektakolar, por oscilacionet dhe këto problematike që ka pas nuk e ka lënë që tjetë Napoli, se normalisht me organikën që ka duhet ishte skuadra që do të rivalizon të Interi. Absolutisht, kështu folë edhe në fillim të sezonit, apo jo? Alpin që Napoli do rivalizon të dhe pa tjetër për të shpallur kampion, po tani me këtë e curit të Interit. Me sezonin e kaluar, pa tjetër që do ishte një nga skuadrat që do të rivalizon të me Interin, për performancën e dhënë, për mënyrën se si Conte e kërkon të lojtarët, për përgatitjen e lartë që i jep skuadrës, por shohim që problematikat e shumta, dëmtimet e shumta, por njëkohësisht edhe arbitrimin mund t'ja vëmë edhe pak, domethënë sepse të gjitha mblidhen që shkojnë dhe ana psikologjike dhe kësaj skuadre nuk është më siç ka qenë kur ishte kampion. Domethënë besoj se Conte duhet të marrë gjithë përgjegjësitë e veta, sepse vërtet është pak pragmatik në mënyrën e të kërkuarit të lojës edhe të kërkimit dhe problematika me lojtarët gjithmonë ka qenë e atill që ai do të jetë vetja dhe jo të gjejë një të mesme të përbashkët që të jetë mirë për të dy, edhe për ekipin, por edhe për Conte. Alpin, ato e kanë akuzuar edhe pse lojtarët kanë shumë dëmtime.
Mirë, kjo vazhdon kjo historia e dëmtimeve, edhe vetë trajneri thotë që dëmtimet kanë penalizuar, se ka pasur ndeshje që ka pasur më shumë se gjysmën e ekipit jashtë. Temperamenti i tij ishte që të ketë një skuadër përgatitje fizike. Është De Bruyne. Koka Truri që në fillim ai ishte promotori, finalizuesi, pasi fund, organizimi i kërkon në skuadër, edhe ajo e bën që Dakord. Mirë, nga Sulmuesi Kraut Neres. Po, ka shumë pra, mbi 6-7 lojtarë që dhe vetë konti ai ka thënë, por është ajo që thotë Mërgjyshi që intensiteti stërvitjes ndërsa sjell edhe këto probleme. Për të kritikohet pak a shumë konti. Po, Arnold, Juventusi me Komon, kjo Komon si më duk të javë mua, Komon me Milan, Komon me Juventusin, shkakton edhe një tjetër humbje 0-2, siguron, me thënë afrohet edhe për pozicionin e tij, por kriza Juventusit, nga Championsit, marrësh 5 gola, marrësh 2 me Komon dhe prapë te pjesa e mbrojtjes edhe sot ishte ajo që diskutohej, apo jo? Unë mendoj që Juventusi ka një varësi që quhet Bremer. Dhe sa herë Bremer kthehet në fush, ne kemi një Juventus që nga ana mbrojtëse është një mbrojtës i cili di të luajë shumë mirë, të paraprit sulmuesin, të mos se lejoj të kthehet me fytyrë nga porta. Është një për mendimin tim është mbrojtësi më i mirë sot në Serie A, ka qenë që te Torino. Dhe po ta vëmë re, sa herë Bremeri mungon në fillimin e sezonit, pati probleme, u duk se me Spalletin dhe me Bremerin, me rikthimin e tyre, gjithçka shkoi si duhet dhe shkoi siç duhet për një periudhë kohe. Bremeri del me Galatasarajin, 5 gola të posuar, u dëmtua. Sot, dje me Komon, me vështirësitë, një Komon që është shumë intensiv, një Komon që i hap punë çdo skuadre. Është një skuadër e cila është fytyra e vërtetë e trajnerit saj, është një skuadër që është ndërtuar për të qenë një skuadër midis më të mirave të futbollit italian. Unë mendoj që në arkun e 2-3 viteve të ardhshme Como do të jetë një skuadër që do të pretendojë për të shkuar deri te titulli, për fuqinë ekonomike që ka, për vizionin që ka, për trajnerin, besimin që ai merr, për projektin që është shumë prestigjioz dhe është një ndër për mos të më prestigjioze, se do nxitohesha shumë, por pa diskutim është një ndër më prestigjioze që sot për sot ka në Serie A. Alpin, zonja Vjetër pretendoi që do të kishte një lloj reflektimi ose përmirësimi se reflektim ndoshta jo tamam për në kampionat, sepse ndryshe Champions, okay, Galatasaray e pam ndeshjen, po tani në kampionat në një ecuri që kishte të mirë, të ngjetet me Komon? Mbase shija me Interin, mbase nuk i kalon një shije shumë të mirë dhe akoma ana psikologjike. S'po merr veten, ana psikologjike e vështirë. U zhvillua një sfidë kur Juventusi ishte pothuajse i barabartë dhe mund të ishte i pari që mund të ndalte Interin me ato vrrullin që kishte, por pavarësisht arbitrimeve që ne po flasim, ishte një Juventus i cili ishte shumë shpresdhënës. Pastaj sfida në Champions, 5-2 me Galatasaray, domethënë që e bëri të tregoj që ky Juventus ndryshon dhe oscilacionet janë shumë të mëdha. Kjo faj për Spalletit apo faj të lojtarëve të cilët akoma ata nuk mund të jenë adoptuar me mendimet, por them që ka kaluar kohë që nuk mund të kemi më të tilla mendime që duhet të presim akoma nga Juventusi. Është skuadër e cila ka qenë elitare, është skuadër që gjithmonë ka bërë më të mirën dhe kur ka qenë keq, ajo asnjëherë. Sidomos me skuadrat që ne i theshim atëherë dorës së dytë, domethënë Koma që kanë qenë top. Aman sfidat që ne po shohim nuk tregojnë atë Juventusin që ne kemi parë, atë Juventus pragmatik dhe Juventus komplet me Gallatën. Jo, po do të thënë. Jo, pastaj do diskutojmë në fund edhe për Championsin, po mbetemi këtu te Serie A, po. Një titull që mua më bëri shumë përshtypje ishte një gazetar italian thoshte ata mbajnë kardin në stol, fliste gjithmonë për ndeshjen me Galatasaray, se ne kemi me këto me një sulm. Kjo për treguar që pavarësisht humbjes, nuk ka luajtur me një skuadër që ishte inferiore. Opinion personal, por edhe besoj. Jo, s'ishte inferiore fare, askush nuk e ka cilësuar tillë. Kampionati turk për mua është një nga kampionatet që ka bërë një zhvillim vërtet të jashtëzakonshëm. Edhe në emre dhe po edhe në rritje të. Për ato që ka grumbulluar shumë lojtarë europianë. Dakord, një lojtar në nivel lart. Janë disa parime që ne kemi edhe ata e dimë, ne nga ata kemi mësuar, sidomos në kampionatin italian. Të humbësh 1-0 apo 2-0 të luftosh për ta barazuar apo mund të marrësh edhe të dytin, është një lojë e mirë. Po të marrësh 5 gola, pastaj nuk bëhet më fjalë për taktikë dhe për moral. Ata vuajtën në këtë ndeshje me Komon, pasojat e Gallatës.
Gallata vërtet ka elemente cilësore në përbërje, por nuk mund të marrë Juve 5 gola. 5 gola pra, 5 gola. Është pa tolerueshme për një skuadër pas ndeshjes, ne nuk bëm një hap pas, bëm 3 hapa pas. Jo vetëm Juventusi, po gjithë ekipet italiane. Është humbje mënyrën se si i kemi parë ne. Kampionati italian gjithmonë ka qenë 1-0, 2-0. Po, 5 po jo 5. Ishte shumë. Janë shumë. Përgjyshi pse s'po del Juventusi aty ku në fakt të gjithë shpresojnë. Tani po flasim të paktën kampionatës, se okay, Champions është tjetër histori dhe ne kemi vënë re që ekipet italiane kanë dështuar në Champions, të paktën këtë sezon. Po, Juventusi, do të themi atë që nuk e ka atë kualitetin e lojtarëve për të bërë diferencën ose për të veshur atë fanelën e madhe të Juventusit që është gjithmonë titulare për luftu për titull në Itali. Pra, me lojtarë që janë të nivelit mesatar, kanë bërë një grup relativisht të mirë, ecën mirë në një periudhë me Spalletin, bën disa paraqitje të mira, ta që u të shfrynë në këto 3 ndeshje radhës me Interin dhe në Champions edhe me Komon, dhe skuadra tregon atë limitet e vetë. Është një skuadër e limituar që nuk mund të shkojë, nuk e ka të forcën për të luftuar për titull, për qenë lartë në Serie A. Të bëj një krahasim të vogël ndërmjet trajnerit Milanit dhe trajnerit Juves. Milani gjatë gjithë sezonit nuk ka pas luhati në rezultate dhe në performancë. Tani këtu duket dora trajnerit që ata nuk janë shumë fanatik në detyra taktike. Ti vërtet, që unë e citova pak më herët, ti vërtet nuk e një skuadër që të bën spektakël. Pse luan ashtu? Aq më tepër në kampionatin italian. S'mund të marrësh 5 gola. Te Milani nuk ndodh kjo. Prandaj edhe Milani gjatë kampionatit është më konstant dhe do ecë më larg se sa Juvja, sepse ka një trajner që i mban lojtarët shumë fanatik në detyra taktike dhe e di se sa e ka tavanin për lojtarët në cilësinë e tyre. Ndryshe nga Juventusi, Interi reagoi pas humbjes me Botoglimpin. Ajo humbje në fakt e thellë, në farë mënyrë se 3 gola mori, por ndërkohë me Lecën arriti të bëjë rekuperoi, të shënoi 2 gola, u përpoq. Për mendimin tim, pati raste të cilat nuk shfrytëzohen pjesën e parë, pastaj gjeti golat me Akanji, me Mkhitaryan, kështu që bëri detyrën dhe bëri atë diferencën e 10 pikëve me tjerë. Interi po bën atë aratin për të qenë shumë më komod pasaj në sfidat që do të e presin, sepse sa vjen edhe kalendarit bëhet më i vështirë, po edhe intensiteti i ndeshjeve gjithmonë edhe do të rritet. Kështu që moment që mundet të krijojë këtë distancën e 10 pikë do ta ketë shumë më të lehta në sfidat e tjera, sepse vërtet që dhe mund të lejë ose mund të bëjë rotacion me ekipe në kampionat, por do jetë shumë më prestigjioze, pavarësisht rezultatit 3-1 që për mua arriti dhe ta barazonte dhe një sfidë vërtet shumë interesante në Champions, ku ritmi dhe ato ishën në mënyrën më të arru, pa futbolli nga njerë është edhe jo i drejt për atë që jep në fushë, dhe epsimi golave, ishte diçka që Interi u shfaq për ta fituar atë sfidë, por nuk e mundi të arrinte nga skuadra, sepse vërtet ishin lojë mjaft interesante. Për të vazhduar edhe këtë që pyeta Alpinin, ajo që tham pak më parë për Juventusin që ndoshta po vuan qoftë edhe ndeshjen që pati me Interin, më pas në Champions, edhe tani Interi nuk e bëri këtë gjë, pra Interi gjeti dhe reagoi, se dhe Interi nuk mori pa gola, dhe në Botoglimi për hir të vërtetës nuk është se priste njëri që të përfundonte ashtu apo jo. Unë duk pak si surprizë, ndoshta po pra, surprizë. Mund të ndikuar edhe sepse nuk më pëlqeu shumë e fusha. Fusha. Të gjithë fusha. Jo, nuk më duk shumë edhe në... Jo, më këtë drejtë, se dhe ne diskutuam fakt edhe për para takimit që fusha është e problem. Një skuadër e mirë, kur do të luajë një fushë të keqe, nuk favorizohet pra, nuk absolutisht, ka probleme. Përshtatja me fushën... Megjithatë golat, unë shqetësohem për golat e marrë nga... Interi që mori ka nasë vështirësi gjithë ekipet në Champions. Edhe me City është... Mund të 3-1 dhe City. Ndoshta klima, nuk dita them... Jo, mos kalon me Champions si se jemi në fund, por dhe kisha pjesën të ana psikologjike, pra Interi e kaloi ndeshjen për 3 ditë, arriti që të luaj. Ata mbronin gjithë poshtë dhe janë skuadër shumë në tranzicionit pozitive, janë si pitbull, ata janë shumë të fortë kur sulmojnë. Dhe ata nuk kanë çfarë humbin, domethënë japin gjithçka për gjithçka në lojë për treguar që ne jemi skuadër që bëjmë surprizë, sepse individualisht... Bën surprizë, po shumë të koordinuar ishin. Patjetër, po ata kanë sfidë individuale, sepse të mundesh të bësh të rezultate surprizë në Champions, ata janë trampolin për të ushqitur. Pra kjo është një ambicie madhe për një skuadër modeste që shënon dhe Interi. Por unë besoj që do ta kthejnë ato.
Për Interin, kemi kohë, po flasim për këtë, për Lecce. Po referohemi kampionatit, Interi tashi kampionatin në Itali edhe nga ndikon shumë ana psikologjike. Pra Interi është një skuadër e fortë me gjithë potencialin tekniko, taktik, fizik, por edhe psikologjik. Pra në Itali janë skuadër, janë të bindur gjithë lojtarët që janë të pamposhtur. Dhe ndeshjet i zgjidhin dhe kanë shumë mënyra për të zgjidhur ndeshjet, qoftë me krosimet e Di Marcos, qoftë me golat e Lautaros, qoftë me goditje nga distanca, qoftë me goditje standarde. Pra në Itali ato e vrasin kampionatin dhe e kanë besimin dhe potencialin për të shkuar goli. Okej. E fundit përpara se ta mbyllim me Serie A italiane, e ke pyetur ndonjëherë veten çfarë po ndodh realisht me arbitrat në Itali, se unë sa herë shoh çdo javë, se ne i diskutuam në gjitha sfidat, po ndoshta një përmbledhje. Them si ka mundësi, domethënë, hyn te pjesa e gabimeve njerëzore apo njerëzore? Tani me varin është njerëzore, po gjithsesi. Tani duke qenë se komenton ndeshjet e më, e ke parë një herë me atë syrin që në disa raste mund të quhen gabime njerëzore, për shembull rastin me e bastonit, pavarësisht gjithë kritikës, pavarësisht gjithë opinioneve që janë dhënë. Sepse duhet kuptuar që një në radh parë vari nuk hapet për i kartonin e dytë verdh, është rregull. Është i gabuar si rregull për mendimin tim, është i gabuar dhe ka përndryshuar që nga viti i ardhshëm, por sepse në momentin merr të kuqen, ajo kuqe quhet. Por është i tillë. Dhe në momenti kur arbitri pa dinamikën e gjithë ngjarjes, unë mendoj se edhe ne në shikim parë nga stadiumi, nga shtëpia, atë që ndodhi u duk se pati një kontakt shumë më të madh se sa ai që realisht kontakti i kalulut. Kështu aty mendoj që ka një gabim njerëzor. Ja, vetëm ai nuk është gabim njerëzor. Shiko, Arnold, sepse jetë 80 metra larg portës. Ajo edhe po të ishte faull tamam, nuk ka pse ka shkuar. Unë po kaloj këtë, po e çoj pak i arbitri. Po si mundet një arbitër në një ndeshje kaq të rëndësishme? Ai të ketë kurajën që të prishi lojën me një karton të dytë në një ndeshje kaq decisive në përmasave në dimensione kaq të mëdha. Po kur kontakti ishte më i madh se aq. Po, prapë nuk është kartoni i dytë. T'ju bëj deri në fund pyetjen. Sepse ndodh kjo gjë gjithmonë. Ndodhi me Pjanicin para 4 vite, 2016 mos gaboj, 2017 ishte një rast i tillë, po prapë një ndeshje. Interi luante për Champions, për të futur në Champions, Juve luante për të fituar kampionatin. Ndodh kontakti Rafinha Pjanic, kush nuk e mban mend, kush e mban mend, ishte Pjanic me karton të verdh, ishte kartoni i dytë i verdh, ishte minuta 60. Të gjithë bota tha ishte kartoni i verdh i dyti, nuk ju dha, nuk i di si do shkonte fati ndeshjes. Këtu po mos t'i jepe kartoni i verdh, do thoshin është kartoni i verdh, se kjo është hipset brava, spritset brava, kështu po jam dakord. Por është më rënd kur e jep se sa mos ta japsh. Dakord. Tani do thoni pastaj do nisë një histori tjetër. Karton ndikoi shumë rezultat. Do nisë historia. Unë pëlqen Interi, ëh. Do nisë historia që Juventusi favorizohet gjithmonë, Juventusi është gjithmonë aty. Jo, se dy kartona sa dush të Juventus. Dakord, se do është kjo histori ku do. Do të shkojmë tani në reklama dhe më pas rikthehemi flasim për kategorinë superiore ku absolutisht edhe këtu vijon sërish të ankesat e gjyqtarëve. Jemi sërish në studio tani më për të folur për javën e 25 të kategorisë superiore, ku absolutisht pati disa zhvillime të rëndësishme. Alpin, çfarë bërim të për përshtypje? Mundja e Vllaznisë, e cila vazhdon të jetë në krye tabelës renditjes, apo mënyrën se si shkuan gjërat gjatë sfidës? Kjo javë ishte vërtet interesante sepse kishim përballje të mbjetesës me Kreu, ishim drejt për rival për kaçën e parë, që siç ishte Egnatia me Dinamon. Kishim Tiranën me përballje me Mezin e renditjes për qendrën. Domethënë ishte vërtet një javë interesante ku patëm shumë edhe sfida shumë të bukura, siç ishte ajo Dinamo me Egnatin për mua, që ishte një nga sfidat më të mira të kësaj jave. Por kishim edhe sfida të tjera që ku tregon që Bylisi prapë në fushën e vet është një fushë vërtet shumë e vështirë për të mposhtur ose edhe për të fituar. Dhe ekipet e tjera të cilët Tiranë këto që janë... Do të diskutojmë, po e kisha për një koment të parë. Klevis, Tirana u mund e ktheu të uta në fakt sërish aty ku ishte, edhe pse kishte bërë rezultate pozitive, nuk arriti do t'ja dalë në sfidën përballë saj. U kthye përsëri si ka qenë, nuk është e mirë për Tiranën në ky moment, është moment shumë kritik dhe trajneri duhet të di si të bëj më të mirën për të quar skuadrën dhe të sukseset. Ndoshta edhe mungesat kanë ndikuar, por edhe sot një lojë apatike pa nerv dhe përfitoi Teuta nga ajo lojë, le të themi, e përgjumur, e shumë e uritur për të marrë pikë, shumë e vendosur në taktikisht dhe përfundimisht, domethënë mori atë që... Unë do të them që edhe presioni i trajnerit është, sepse tash kur ti në krah këtej promovon dikë tjetër,
dhe kur ky është duke për punën, atëherë dhe presioni nuk është, në këto tregon që klubi nuk është sinkron edhe me trajnerin e militarit. Mërgjyshi, po Dinamo nga ana tjetër, duket se ky vit i ri nuk po i shkon fare, nuk ka arritur gjendje fitore, është mundur nga Egnatia, një ekip i cili tani po vën diskutimet e katërshën, sepse afrohen ekipet e tjera. Mirë ky 2026 për Dinamon, janë bërë totalisht 8 ndeshje, po themi, pa fitore, shumë pak ka shënuar, është një skuadër që ka potencial, që ka lojë, ka një manovër të organizuar, por nuk shkon dot te goli, ka shumë vështirësi për shku te goli. Ka probleme, dhe Daja ka thënë shpesh që na mungon një sulmues i mirëfillt për të shnu gola. Është shumë e varur nga loja e Bregut, pra kur Bregu është në formë mirë, ose kur arrin të shënoj Bregu, skuadra lirohet dhe shfaqet e lirshme dhe kreative. Por në rastet që has vështirësi dhe nuk gjen golin, skuadra bëhet si skuadrat e tjera pak a shumë dhe ka një ngërsht tash që i shtohet edhe më shumë edhe ana psikologjike që rëndohet akoma më shumë. Po, Arnold, apo rrezikon Dinamo katërshën se është afruar Partizani tani me këtë fitore, janë edhe me pikë të barabarta duke ndarë në katërt. Pa diskutim, duke marrë parasysh që tashmë momentet janë shumë të rëndësishme psikologjike edhe të formës në futboll, duke marrë parasysh janë 2 momente inverse me Partizanin që po vazhdon të marrë rezultate pozitive, morit 4 në radhë në kampionat, dhe Dinamo bën të kundërtën, pa diskutim që e vën diskutim pozicionin aktual. Okej, mirë. Do të jemi tani në lidhje direkte me futbollistin e Egnatis, Abdurrahman Fangaj. Mirë mbrëma, mirë se vjen në Studio Sport. Mirë mbrëma, nëse jashtë e ime. Morët një fitore të rëndësishme e Dinamo në shifra 1-0. Abdurrahman, si po shkon kjo fazë e tretë për ju? Normalisht, fitore mjaft e rivali që është por dy dome që mbajmë sa vendin e 4 në final forë. Tret nuk ka qenë dhe pasi kishim disa tani jemi ajo e gënduar ta shikojmë. Ka një problem me audion, vjen zëri me shkëputje, ndoshta do mund të rregullojmë pak këtë problem që të kemi mundësi të komunikojmë më sakt. Okej, nuk e di nëse... Okej, regjia do të mjoftoj kur ta kemi Fangaj sërish për të dëgjuar edhe më i plot, siç po thonin, fakt kjo fitore alpinisht e rëndësishme për Egnatin, Sigurisht që ishte e rëndësishme, sepse ne nuk mund të themi që mund ta krahasojmë Egnatin, sepse tash Egnatia do krahasuar me 2 vitet e mëparshëm. Nuk mund të themi që është ajo Egnatia që ne kemi parë, e rrjedhshme ashtu. Është Egnatia që ka pas edhe ajo oscilacionet e veta. Por mua më pëlqevi sepse të dyja kjo sfidë për 90 minuta u bë një sfidë vërtet interesante, një sfidë e hapur, një sfidë nga të dyja që mund ta fitonin, të dyja patën rastet dhe mundësitë e tyre për të shfrytzuar, një sfidë me ritëm të lartë që më pëlqej, por edhe fusha, siç thotë Dalibi, ishte fushë të lehtë luash dhe mënyrën se anën teknike taktike siç e kanë këto të dyja skuadrat, edhe Dinamo dhe Egnatia e bëri që kjo sfidë të ishte vërtet interesante, me zbritje të rrjedhshme nga linjat anësore, me krosimet dhe mua më pëlqevi Egnatia sepse rezistoi deri në fund dhe pretendoi deri në fund për ta fituar dhe goli erdhi minutat e fundit, domethënë nga një cross nga krau i djathtë, dhe të cilët e gjetët pa përgatit linjën e mbrojtjes atje duke u krijuar një rrëmuja, si them, në qendër të mbrojtjes që mundet ta kishte zgjidhur shumë herë më kollaj me mbrojtësit që janë të rreshtuar në skuadër që nuk e humb qetësinë Egnatia. Prandaj po them, kjo më pëlqevi sepse gjerë minutat e fundit e kërkovi. Edhe para se të realizonte kishte edhe 2 raste të tjera nga krau i djathtë për të realizuar. Duhet ta theksojmë që kjo ishte një ndeshje vitrinë, sepse të dyja skuadrat luanin për të ndërtuar dhe për ta fituar lojën. Ndryshe ndodhen me ndeshjet e tjera që të dyja kanë të njëjtën filozofi, të ndërtojnë, të dalin me... Po fokusohet më shumë loja ke ndërtimi se sa ke prishja e aksionit kundërshtarit. Dhe ndatë e ti e përmendë pak më lartë që ata luani për ta fituar ndeshjen. Egnatia më pëlqen shumë për mënyrën se si luan. Është një skuadër me një lloj ideje të qartë
dhe shpreson dhe beson deri në fund që me këtë lloj mënyre mund ta zgjidhë lojën dhe kështu erdhi. Nuk prish asnjëherë shtimin domethënë për ndryshuar. Se jemi të lutem Levis, jemi sërish me Fangajn, po Fangaj beson jemi okay në këto momente. Pyetja që unë dua të bëj është sezoni mos gaboj 4 me Gnatian. Dua të krahasoj pak me sezonet e mëparshme ku ju keni qenë dhe ekipi kampion. A mendoni se jeni në rrugën e duhur, a jeni të kompletuar apo ndoshta ju mungon diçka në këtë edicion? Jo, nuk mendoj që na mungon diçka pasi çdo sezon kemi pasur shulli dhe ngritje gjatë kampionatit, por në fund kemi arritur aty ku kemi ne. Po duke parë që kemi pasur shumë ndryshime në organikën tonë dhe normalisht kjo ndikon tek lojtarët e ri që vinë dhe duan kohë që të hyjnë tek manovra e trajnerit. E kuptoj. Si është atmosfera në ekip, në klub? Është i kënaqur presidenti me ju? Nuk them me ju personalisht, e kam fjalën me të gjithë ekipin. Normalisht është i kënaqur, jemi 2 pikë mbrapa Vllaznisë, por besoj që në ndeshjet e ardhshme do jemi të parë dhe normalisht është i kënaqur në klubit. Cili është skuadra që jo ka bërë më të vështirë në këtë sezon? Le të themi se tani jemi dhe në përfundim të fazës 3. Me të vështirën, besoj që Vllaznia, po dhe ndeshjet me Dinamon kanë qenë më shumë ndeshje taktike. Okej, po skuadra 1-2 nuk e di që janë shumë mirë në këtë edicion, tani përveç jush, kë shihni ju si rival të drejt për drejt? Si rival normalisht edhe në bazë të renditjes është Vllaznia dhe Elbasani momentarisht, pasi Dinamon praktikisht e kemi larguar nga luta titull dhe ishte synimi jonë kësaj neshe që ta mbanim sa më larg, që të keshim sa rival në Final Four. Okej, tjetra që unë doja t'ju pyesja për pjesën e arbitrimit, nëse do keni një koment, sepse normalisht ka pasur shumë ankesa, edhe ju e dini, jo vetëm nga klubi juaj, por nga të gjithë klubet. Si po rezulton arbitrimi në këtë sezon? Me arbitrimin personalisht nuk jam marrë asnjëherë, jam pro asaj që kur luan futboll dhe zhvillon lojë të mirë dhe rezultati do vi. Normalisht që gabimet vogla nga arbitrat mund të kenë pasur, por janë gjëra që ndodhin jo vetëm në Shqipëri, por nuk kam asnjë lloj koment për arbitrimin. Okej, a do të jeni ju kampion në këtë edicion? Besoj se po. Okej, mirë, unë të uroj shumë suksese, të falenderoj që ishe pjesë e Studio Sport. Faleminderit gjithashtu. Mirë, vjojmë sërish diskutimin studio Klevis, sepse të ndërpreja për shkak se kishim edhe Fangaj në këtë lidhje. Tani po thojë që u bëj një ndeshje shumë e mirë mes Gnatias edhe Dinamos, dhe që normalisht ne shpresojmë që ky kampionat apo të paktën këto rivale deri në fund të kenë, le të themi, një lloj mënyre të tillë të përballjeve. Edhe pse do të jetë vështirë se Shiko, faza e 4 të thojë që bëhet më problematike. Vllaznia nuk është në nivelin e këtyre dy skuadrave për lojën që luajnë ta. Vllaznia është më konkrete në rezultate, është më agresive. Është një skuadër që përkërkon më tepër, më shpejt rezultatin se sa le të themi lojën e bukur, dhe unë e kam vlerësuar Martinin për këtë lloj qasje që ka përcjellur kjo skuadër e Vllaznisë. Vllaznia nuk e ka pas, ndërsa Gnati dhe Dinamo vazhdojnë të ruajnë atë le të themi fytyrën e trajnerit që do një lojë graduale, me pasime të graduale, të shkojë gradualisht në sulm. Patjetër që edhe kundër sulmit duhen, por më shumë e kanë thelbin tek loja e ndërtuar nga poshtë për të qenë të qartë në manovrën loje dhe nuk dalin nga konteksti i kësaj loje. Unë do të vlerësoja në këto dy skuadra dhe Elbasani, por me një lloj dinamike tjetër që Elbasani është një skuadër që pret më shumë se sa ndërton në raport me Dinamon. Pra janë skuadrat të cilët kanë një lloj filozofie të ngjashme me njëra tjetrën, përveç Vllaznisë që është një skuadër më konkrete. Po afrohet edhe Partizani. Po, e vërtet, po afrohet edhe Partizani, po ndoshta ka ende javë edhe punë për bërë. Nëse do ta mbajnë këtë lloj ritmi, thua, nëse do të jenë po aty. Uroj që të jetë Partizani që ta bëjë më të fortë garën për Final Four. Por ama, unë doja një element kyç që është shumë i rëndësishëm nuk të zgjatem. Se jo, okay. Po të shikosh të gjitha skuadrat që kanë këto suksese janë skuadrat që kanë në përbërje lojtarë të cilët akomodohen dhe rrinë një kohë shumë gjatë në klub. Gnatja, Dinamo që kanë akademinë e tyre që lojtarët kalojnë një pjesë shumë të gjatë kohës në stërvitjet dhe në angazhimin me klubin. Dinamo
Egnatia, Vllaznia që e ka, Partizani që e ka, mos harrojmë që është një skuadër si Bylisi që është vërtet në nivele për të luftuar, por lojtarët rinë që të akomoduar dhe procesi stëvitjes. Mendojnë që ndikon kjo pjesa, është e rëndësishme të ekipit është suksesit për të pasur lojtarët në harmoni dhe në sinkron me njëri tjetrin. Okej, për të mbetur te ekipet e kreut, le të themi ekipi më i kompletuar dhe ai që në syrin tuaj normalisht për trajneri bën diferencën, ë? Skuadra që thua që është më mirë dhe me këtë mund dalësh kampion. Unë do të thoya dihet është i top 3 para që janë skuadrat më të mira. Patjetër, flasim për Vllaznin, për Egnatian, fizionominë e tyre, por Elbasanin. do të thoya ky besoj mund të jetë viti i Vllaznisë. Jo vetëm se është pragmatiste, por ka shumë cilësi, ka shumë mënyra për shku te goli, ka shumë lojtarë që shënojnë gol. Pra mund të marrim Balajn, mund të marrim Bismarck, mund të marrim Malajn, mund të marrim Tiagon që shënon Kastrati, që shënon Kallaku, që shënon që është shumë goditës i mirë që vjen nga linja e dytë. Pra dhe duke pas dhe ka shumë alternativa, duke shtuar dhe Dodën që ka ardhur tani në janar, pra bëhet një skuadër e frikshme për sa i përket kontingjentit që ka. Dhe pjesa tjetër pastaj është që është një skuadër e fortë dhe mbrapa, me një treshet portë dhe me një portën shumë të një repart të plot bashkë me të dy portierët që ka, dhe është skuadra më e plotë dhe muna për sa i përket organikës dhe asaj që dhe pse ka kriju dhe anën psikologjike që e kanë favor. Kjo ishte humbja e parë mbas 8 ndeshjes besoj radhësi. Pra skuadra që ka fituar gati 7-8 ndeshje rresht. Kurse Dinamo, Egnatia janë skuadra që nuk bëjnë dot, edhe Egnatia nuk ka bërë dot 3 ndeshje bashkë, bëj 3 fitore rresht. Dhe kjo është një minus për këto Egnatia. Qoftë dhe Elbasani, është skuadër që nuk mundet, është skuadër e vështirë për ta mundur, ka shku 4 barazime, por ama që skuadra që të bëj 3-4 fitore rresht është vështirë përveç se Vllaznisë në këtë kampionat. Bylisi vërtet e mundi Vllaznin, po ai rasti i kërkuar, le të themi, për 11 metrash, nuk e di si e pe nga gjyqtarja Rusta që nuk u dha. Edhe ka pasur shumë polemik më pas, se tani këto janë vendime të cilat ndikojnë për ecurin shumë, se javë faza e tretë. Janë episode, sepse vërtet ne themi, po me 10 skuadra që është, nuk e do i ndryshim shumë të madhë nërmjet ekipeve. Aq më shumë se dhe Bylisi tash është një fushë që është e vështirë për të fituar. Dhe aty dhe janë episodet të cilat vendosin. Dhe momentin që ky episod prek në dorë dhe dora është e hapur dhe nuk akordohet penalti, atëherë me të drejtë ngrihet problematika për të kërkuar se është vjedhur ose i është marrë një pikë. Sepse sot futbolli matet me anë të pikëve. Nuk mund të quhet humbje, po barazimi ynë akoma te pjesa e suksesit dhe e vazhdimësisë dhe ana psikologjike. Për të prekur dhe pak atë që tha dhe sepse Martini e ka ndërtuar në këtë formë, sepse ka në sulm për të dalë shpejt në fazën sulmuese, sepse ka një lojtar shtatlar, si është Bala, e cili ditë luaj shumë mirë në lojën në ajër, por ka dhe mbështetje, Kallaku dhe lojtarë të tjerë, të cilët janë pothuajse protagonistë për të vertikalizuar dhe për të goditur. Por Vllaznia është vërtet është një skuadër që mas asaj krizës që kaloi tash është në një top formë. Në formë shumë mirë, vërtet. Si ndikoi për të arritur rezultatin? Po, e drejtë. Si ndikoi rasti? Që gjyqtarja e pa dhe nuk... Në një moment kur është fundi sfidës, është përsinë e një goli një skuadër edhe ka një 11 metrash për të akorduar, pa diskutim që ndikon shumë të sfida, ndikon shumë të ndeshja, sepse një gol nëpërmjet 11 metrash për Vllaznin do e kishte ndryshuar krejtësisht, dhe duke marrë parasysh që pas këtij vendimi janë realizuar 2 gola të tjerë. Po. Do më thënë, besoj se pa diskutim do të kishte, është një vendim shumë i rëndësishëm që ndikon në mënyrë të drejtë. Plevis është reaguar me njëherë për dorën, në? Shiko. Apo ta shojem pak? Kur ne themi që në kampionat italian janë, le të themi, përcaktuese, po në kampionatin shqiptar, të cilat rastet janë pikatore. Se ne dim që në futbollin shqiptar nuk ka fazë sulmuese. Ajo prekje ndryshon dhe drejtimin e topit, sa e duket sikur e bën marrje, jo sikur ai bën ndalim, do ndryshon dhe drejtimin e kampionatin shqiptar. Se ndryshe është e ka prekë dhe s'ka ndryshuar, po ajo është Alpin, në kampionatin shqiptar, faza më e vështirë është faza sulmuese, sepse do shumë kreativitet, lojtar shumë cilësor. Dhe skuadra në Shqipëri fokusohen më shumë në fazën mbrojtëse. Ndryshe ndodh jashtë kur ka shumë cilësi në fazën sulme dhe mbrojtësit vuajnë. Tani këtu, kur sulmet janë me pikatore, në një ndeshje transfer si kjo e ballë, që shumë e vështirë, që luan futboll vërtet bukur, dhe është me dinjitet në këtë kampionatin tonë, një vendimarrje e tillë përcakton realisht ndeshjen dhe ecurinë pozitive të skuadrës.
sepse goli dytë i marrë nga Vllaznia ka qenë një rast sporadik, le të themi individual, i kapur në kontrasulm. Por që Vllaznia ka pasur mundësi që edhe mund ta çonte më mirë rrjedhën e lojës në këtë ndeshje. Është rritë dhe nga vari dhe nuk di pse ka marrë përsipër ka që vendosur gjyqtarët që të marrë një vendim që është pa dhe në varë që prekje ndalimit topit me dore hapur. Stopim. I ka gjitha elementet. Stopim e ka stopuar me dorën dhe ka larguar pëse. Shiko, kjo pikë të humbura Vllazni nuk e dëmtojnë për Ecurinë, sepse dihet që është i fushë vështirë, mënyra se si erdhi goli. Pra, në vazhdimsi, Vllaznia nuk cënohet, sepse ne kemi luajtur futboll vetë. Kur ti humb një ndeshje dhe bindesh që mund të ketë bërë ndonjë gabim arbitri, ti e ke kokën larg për vazhdimsinë. Situata krijoi Vllaznia, edhe raste krijoi. Jam dakord, por që nuk do ndikojë te Vllaznia sepse ajo është një skuadër që prandaj unë kam dhënë meritë trajnerit. Ka injektuar në grup një grind shumë fort për rezultatin. Okej, Mërgjyshi, nga ana tjetër fiton edhe Partizani, fiton në përmbysje, 2 gola Cidebes, duhet thënë heroi ishte edhe portieri Qirko që priti atë penallti. E rëndësishme për Partizanin që po afrohet te katërsha, pra ndan vendin tani me Dinamon, por Ecuria vetet për të parë. Partizani është për të përgëzuar për këtë Ecuri, pra bën 4 ndeshje që po paraqitet skuadër dinjitoze, është dhe pragmatiste, arrin të marrë fitoren dhe pastaj di edhe ta mbroj, vuan për ta mbrojtur, por Partizani tash e ka një fytyrë dhe ka një besim tek aftësitë e veta. Edhe trajneri po menaxhon mirë lojtarët, qoftë si Dibe që është lojtar që ka ardhur rishtas, por Çaka që sot mungoi, por që edhe ai është kthyer një lojtar i rëndësishëm. Tomën me Skukën po i alternon mirë, domethënë sipas ndeshjeve të veçanta po i jep mundësi. Ka stabilizuar mbrojtje që ka qenë problematike për Partizanin dhe është stabilizuar. Rikthimi i Atanaskovskit, kishte problem sot me mbrojtësin e djathtë që nuk mungonte ai Kola, mbrojtësi djathtë, gjithë problematikat aty e kishte sot e zgjidhi mirë ndeshjen, duke pa dhe mënyrën se si lund Flamurtari që shtyn shumë me trash nga Kraumaj dhe të 2 rastet që e goditi, aty e goditi, pra me si diben tek lëvizja e trashit. Flamurtari ka problemet e veta, por që ka probleme në mbrojtje, ka që në mbrojtje që nuk janë të nivelit të mirë, do të thoja. Pjesa 2 më falë, profet. Pjesa 2 i dha pak avantazh Flamurtarit në lojë, sepse penalltia mund të ndikonte ndryshën e Ecurinë e lojës. Ka folur ndryshe në pjesën e Flamurtarit. Mori shumë frendë lojës. Po themi për rezultatin që mori Partizani, duke vuajtur, ditë se tash është fati pjesë e lojës që unë po them se po bëhet një treshe e hartë aty në mes që do konkurrojnë në Durrësi, Partizani dhe Dinamo. Nuk do të konkurrojnë për atë vendin e për një vend që do jetë një luftë shumë e bukur, do jetë një luftë shumë e bukur ndërmjet tyre trejave për të parë, domethënë duhet parë se kush Dinamo po e shfaq problematikën, pavarësisht edhe në sfidën me Ignatin, u dëmtua prapë një lojtar qendrës që është pika kryesore. Skuadra që vijnë nga mbrapa, që të ndjekin, janë më shumë motivuar, sepse tash po vjen dhe Teuta dhe me performancën që ka bërë sot me Tiranën, Teuta është kthyer ajo Teuta e nisjes kampionatit që ishte një Teuta e frikshme me shumë intensitet, me shumë ritëm. Dhe sot e ka dominuar lojën, po themi. Arnold, pra po vjen edhe kampionati bëhet edhe i vështirë, aq më tepër edhe me këto skuadra që synojnë të vendin për në katërshe. Se për titullin kampion sigurisht është ende herët dhe pastaj vendoset ndryshe nga formula e Final Fourit. Skuadra që ty të mendon që e ka të stofin e kampiones? Për të shkuar deri në fund, apo? Po, për të shkuar deri në fund, edhe pse jo për të shpallur kampion, ose? Unë mendoj për organikën edhe për atë eksperiencën që kanë, unë mendoj që titullin ndahet midis Egnatis dhe Vllaznis. Egnatis dhe Vllaznis, okej, dakord. Tani, ka drejt, një Egnati që ka, për mos qenë skeptik, një Ecuri graduale, edhe ndër vitet të kampionat që ruan një stabilitet në lojën e nuk ndryshon, dhe një Vllazni që në një ndeshje teke është e frikshme. Pra, kupton se ke përmend 2 skuadra që kanë filozofi të ndryshme, por që të dyja janë të ndryshme dhe nga mënyra e lojës. Një Egnati që luan futboll. Kemi edhe një Elbasan që është shumë mirë fizikisht, është skuadër. Ke Dinamon, që mos ta arrek edhe Partizani që po vjen, se nuk mund të lënë pas. Mos kujto që është shumë e lehtë domosdoshmë që trafësh atë një Elbasanin. Unë jam shumë, le të themi,
nësë do isha kundra Vllaznis, pra skuadrat ndjekse, Vllaznia është shumë e frikshme sot një ndeshje teke. Tashi nuk ka më ndeshje teke, tashi duhet bësh mirë, janë dhe... Jo, flasë për Final Fourin. Një ndeshje në kampionat dhe duhet bëj sa më shumë pikë për të kriju një diferencë do të vogël për... Unë mendoj që pa të ruaj një stabilitet pikësh edhe më të kenë një skuadrë shumë dosh fizikisht, mos kenë dëmtime, Vllaznia do bëhet shumë e frikshme në Final Four për ndeshje tek. Mërgjyshi edhe për ta mbyllur pak për kampionatin shqiptar, sa mendon që po vendosin, do me thënë, ndoshta nuk është termi dur kështu, po vendosin arbitrat në përsfida, dhe sa do të ndikoj kjo deri në fundë, qoftë për ato gabimet njerëzore, apo nuk e di se çfarë, si e ka parë ecurinë e tyre? Do të thoja që problematikat e me arbitrat janë dhe do t'jenë gjithmonë. Gjithmonë, okej. Siç edhe më pare folëm kampionatet e huaja dhe atje diçka më shumë, këtu më pak ndoshta, por ka problematika dhe ajo që duhet të rregullojmë ne themi, po të themi si një sugjerim për arbitret tanë, duhet ketë atë intensitetin e lojës, duhet ketë më shumë ritëm loj, fërshëllojnë shumë faula, kanë shumë dalesa, kanë shumë, pra e humim ritmin e lojës. Dhe edhe këto orientojnë nga gjithë uzime që jep dhe UEFA, duhet favorizuar loja sulmuese, të ketë sa më shumë gola. Arbitra që kanë frikë t'japin penalti ose nuk i shohin, i kalojnë ca raste, do që penaltia është... Kur dune japë, më herë dhe kurse dune se japë. Kur dune japë, pra... Mos thua që... Janë pak problematik, me thonë drejtën. Do thonë, në qëse do t'i veja një nivel, do t'i krasojë me nivel në lojës kampionatit, do t'i veja më poshtë nivelli kampionatit. Okej, mirë. Ndryshojmë tani muzikë, sepse flasim për Champions League-ën. Mesjava ka dhuruar ndeshje mjaft interesante edhe surprizë, si që ishte mundja e Interit nga Botoglimin, shifra 3-1, po ashtu humbja e Juventusit me Galatasaray në shifrat 5-2, fitore e Realit me Benficën. Të gjitha këto do t'i diskutojmë pas publicitetit.